Egjiptiani Muhamet Salah vazhdon të jetoj me kafshët e egra si që janë gjarë për i ujku dhelpra në shtëpinë të cilën gjyshi i tij para 50 vitesh e kishte shndërruar në një kopsht zoologjik të vogël, raporton Anadolu Agjenci. Kati i parë i shtëpisë së tij tredhomëshe në Giza i ngjan një parku të vogël të botës natyrale dhe kopshtit zoologjik. Në deklaratën për gazetarin e Anadolut ai tha se kafshët në shtëpinë e tij janë dera e të ardhurave materiale, për të shtuar se duke i edukuar, shitur ose hapur për vizitor fiton para. Salah tregon se në kopshtin e tij ndodhen lloje të ndryshme të kafshëve, duke filluar nga breshka deri tek luani. Gjëja e parë që mbaj mend nga fëmiria ime është se shtëpia jonë ishte si një park për mbrojtje natyrale të majmunit, ujkut, fajkuas, macës së egër, gjarprit dhe kafshëve të tjera. Kur kthehesha nga shkolla në shtëpi, babai më mësonte se si duhet të kujdesen për kafshët, cila kafshë me çfarë ushqehet, si duhet të ushqehet dhe edukohet, kështu që ky profesion nga babai kaloi tek unë. Salah thot se vizitorët të cilët vinë në parkun e tij t'i shohin kafshët nëse dëshirojnë mund edhe t'i blejnë ato.